Zonja dhe zotrin, përshëndetje dhe mirë se vini në intervistën e mbrëmjes në UTV News. Për të folur për zhvillimet politike ditës, të ftuar në studio kam zotin Bislim Ahmetaj, kryetari i grupimit dhjetor 90 njerëzi, njëri prej 300 firmtarëve të pluralizmit politik shqiptar. Zoti Ahmetaj, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit ju që më ftuat dhe gjej rastin të përshëndes të gjithë shikuesit e televizionit tuaj që janë të pakët. Faleminderit. Ju vini drejt për drejt nga Pallati i Kongreseve, ku demokratët kremtuan 23 vjetorin e themelimit të Partisë Demokratike. Si ishte atmosfera? Është një festë tradicionale, një festë domethënë që sigurisht ne që kemi qenë pjesë e lëvizjes studentore dhe më pas të firmetarët e pluralizmit politik na mbush me emocione. Takoni miq shok. Takohemi me njerëz të cilët domethënë na ndodh që jo shpesh t'i shohim, t'i shohim shumë rrallë. Dhe kryesisht në këto festa marrin pjesë njerëzit që janë vërtet pjesë qendrore e palcës së themelimit të Partisë Demokratike dhe të vijshmërisë së saj. Mund gjallën ato emocione, takova miq të cilët kisha vite pa i parë, ndoshta, ose një vit ose diçka pak më shumë, dhe më duk sigur po niste edhe një herë një diçka e re, domethënë sigur po niste një rrugë e re për rrugën e lirisë, për atë rrugë që para 23 vjetësh, domethënë nisem në qytetin Studenti dhe më pas e shpërndam në të katër anët e Shqipërisë. Në këtë fest ishin njerëz nga të katër anët e Shqipërisë. Optimizëm vetëm nga miq që takuat apo optimist edhe nga fjalimi mbajtur nga zoti Basha dhe filozofia e re e Partisë Demokratike? S'mund të marr përsipër të komentoj fjalimin e zotit Basha që ishte i bukur, ishte i mirë, ishte i saktë, i qartë. Ishte pak më i mirë se 2-3 fjalimet që ka mbajtur herë të fundit, domethënë që kur ka dalë kryetari, një fjalim domethënë pak më i qëndrueshëm që bënte një lloj rezumeje të Partisë Demokratike, bënte një lloj protagonizmi të njerëzve që e kanë themeluar dhe mbajtur këtë parti gjatë viteve, bënte edhe një lloj kalimi të fazave që Partia Demokratike ka qenë pushtet, në opozitë, në pushtet, prapë dhe pastaj në opozitë. Ishte një fjalim pa dëshur të bëj komente si analista, si gazetar, ishte një fjalim më i mirë se fjalimet tjera që ka mbajtur zoti Basha në publik gjatë periudhës që ka qenë kryetar, por për mua ngjalli emocion takimi me njerëz të cilët i takojmë vetëm në rast kur Partia Demokratike shkon në opozitë. Kuptoj, zoti Ahmetaj. Ishte shumë lirë hyrja sonte, për ndryshim me vitin e shkuar, kur hyrja ka qenë shumë e vështirë, sepse kishte një fluks shumë të madh njerëzish dhe edhe për firmtarët e pluralizmit politik që në hyrja e vështirë? Ndoshta s'ka qenë e vështirë, sepse kanë një listim të saktë, një database të saktë, një bazë data shumë të saktë Partia Demokratike për t'i ftuar këta njerëz, pavarësisht se shumica prej tyre nuk jetojnë sot në Shqipëri, janë të shpërndarë në të katër anët të globit, dhe kjo ishte edhe një prej misioneve të lëvizjes studentore që lëvizja e lirë realizuar vonë, e lirë, por shpejt e mundshme. Në vitet 91-92 mundë lëvizja dhe një pjesë e madhe e themeluesve të Partisë Demokratike e kanë lënë Shqipërinë që në ato kohë, që në vitet 91-92. Pra duhem Shqipërinë si gjithë Europa, dhe Europa e tillë është, jo vetëm mes veti, por drejt globalizimit, shtetet. Kjo është një standard tjetër, pastaj ne duam Shqipërinë si gjithë Europa, jo duam Shqipërinë si gjithë Europa. Realisht domethënë jemi në distancë shumë të largët me Europën perëndimore, me një pjesë të madhe të saj, sepse s'mund të flasim tash për vendet që janë pranuar janë antarë të Bashkimit Evropian, siç është ndoshta Rumania, Bullgaria, që ne i kemi shkelur dhe kanë diferenca ndoshta me Shqipërinë në standarde, por janë antarë për shkak të politikave, për shkak pra me sarit kuptoj ju thoni që duhet ishte bërë më shumë në këtë drejtim. Më them që duhet nga gjithë klasa politike, kuptoj. Thirrja e shqiptarëve ka qenë duam Shqipërinë si gjithë Europa. Jo Shqipërinë në Europë. Ne kauzën e qytetarëve shqiptar e kanë pronësuar politikën shqiptare dhe e kam thënë edhe në studio tjera, edhe por nuk është keq ta them në studion tuaj, e kanë pronësuar dhe e përdorin si kartë elektorale që e hedhin në treg si ne ju çojmë në Europë. Por në fakt ne duhet bëhemi europian, domethënë shqiptarët, standardet ekonomike, politike duhet të plotësojmë këtu brenda vendit tonë në mënyrë që të bëhemi vendi i Bashkimit Evropian. Nuk na çon një parti politike në Europë. Na çon mentaliteti ynë,
na çon zhvillimi, standardi ynë ekonomik, na çon ajo të cilat janë parametrat për vendet e veta, jo për që kanë vendosur për ne. Edhe unë po i përcjell me vëmendje, domethënë të gjitha zhvillimet për pranimin ton, për dhënien e statusit të vendit kandidat, statusi i shtyrë për vite të tëra për shkak të mungesës konsensusit politik. Në këtë vjesht është dhënë një konsensus i gjerë politik, që s'duhet të ishte dhënë, në kuptimin e mirë të fjalës për mua, për Bislimin, për kryetarin e grupimit Dhjetor 90, nuk duhet të ishte dhënë për shkak se është tenuar një prej derivatave themelore të demokracisë, që është vota e lirë. Dhe ne themi që pranimi i palëve për zgjedhjet është standard. Dhe shumë përfaqësues Bashkimit Evropian thonë që zgjedhjet e fundit u pranuan nga palët, por zgjedhjet që blihen, zgjedhjet që shndrohen në mall ose vota që shndrohen në mall, domethënë është një cenim themelor i standardeve të vendeve të Bashkimit Evropian dhe me poshtë të vendeve të Bashkimit Evropian. Po, do të ndalemi të flasim për aktualitetin politik, ku bën pjesë edhe qasja e mazhorancës sot me opozitës djeshme dhe e kundërta. Por nëse kthehemi pak në retrospektiv tek dhjetori 90-s, vendosja e pluralizmit në vend, shëmbja e regjimit diktatorial në vijat përgjithshme, çfarë kujton dhe çfarë do të kujtosh deri në fund të jetës? Unë për fat mirë, unë dhe shumë miq të mi, domethënë me qindra mira, por një pjesë jona ishin protagonistë drejt për drejt, e ruaj si një prej vlerave më të çmuara të jetës time. Pas lindjes fëmijëve, dhjetori 90 për mua është gjëja më të çmuar që më ka ndodhur në jetë dhe pjesa më emocionale, pjesa më dinamike, pjesa të cilës i kam dhuruar emocionet më të mëdha të jetës. Vërtet domethënë ishim unë personalisht bashkë me shumë miq të mirë, kemi qenë të koshient për veprimet që bënim, kemi qenë të qartë se çfarë po bënim dhe çfarë do të ndodhte më pas, pavarësisht domethënë që kemi qenë administrator të fateve tona dhe të fateve të procesit, por kemi qenë krejtësisht të qartë dhe të vendosur që po bënim një ngjarje të madhe, po bënim një ngjarje epokale, një ngjarje që kombeve u përsëritet shumë rrallë. Ishte qartë se çfarë do të vinte më pas apo mjafton të zhdukej një regjim? Ishte qartë që në Shqipëri do të rrëzohej një diktaturë nga më të egrat që kishte ndodhur në planet, sidomos kryesisht në Europën Lindore ka qenë diktatura më e egër. Nuk mund ta krahasoj me Pinochetin, nuk mund ta krahasoj sepse se kemi përjetuar dhe nuk i di modelet që janë përdorur as në Kili apo në Afrikën e Jugut, as në Kili. E dim që e jona ka qenë modeli më i keq e më i mundshëm i Europës Lindore. Ishim vendi vetëm në Europën Lindore ose në botë që festonim ditëlindjen e diktatorit Stalin, kur në vendlinën e tij ishte shuar dhe ishte zhdukur prej vitesh tëra. Deri në vitin 89 udhëheqësit tanë komunistë 21 dhjetorin e kishin fest. Dhe dhjetori nuk shënonte as si datë historike, as në fest, ishin shuar gjitha festat dhe festa e vetme ishte 21 dhjetori. Unë mendoja dhe isha koshient për krejt veprimet e mia dhe firmosja, domethënë 8 dhjetori me pas angazhimi me studentë në Universitetin Bujësor, ku unë kam qenë pjesë e lëvizjes studentore dhe në krye të tyre bashkë me miqtë e mi, ka qenë pak më e vështirë në Universitetin Bujësor se në Universitetin e Tiranës, për shkak se kemi qenë krejtësisht e izoluar, të rrethuar nga qindra mira forca sigurimi për të mos u bashkuar me qytetin studentë, pavarësisht se atje jetonin 6.000 studentë konviktorë dhe rrethoheshim nga një pjesë suburbane, që edhe sot është pjesë suburbane, por me një popullsi shumë të madhe. Fati që edhe ata penetruan dhe u bashkuan me ne, në mënyrë që të krijohej lidhja me qytetin studentë dhe të kishte sukses lëvizja studentore. Po të mbet ajo e izoluar si ishull në qytetin studentë, do ishte shtypur, siç thoshte Azem Hajdari në orët e para të saj me 8 dhjetor, shpërndajen në të përgjithshme qendrat studentore se do ta shtypin si minjt. Ky ishte ndoshta koscienca e madhe e tij që dikush shkoi te mjekësia, dikush shkoi tek ndërtimi, dikush shkoi tek Universiteti Bujësor, dikush tek artët, që u shpërnda dhe Tirana në kuptimin e mirë të fjalës u ndez dhe u mbush me njerëz që po përçonin lajmin për shkak të mungesës së gjithë farë lloj infrastrukturë që sot e kemi prezant. Teknologjisë mbi të gjitha, po. Po, pastaj firmosja e pluralizmit ka qenë ndoshta edhe luks edhe fata, se shumë njerëz kanë firmos nëpër lista, të cilëve nuk u ka shkuar emri në Ministrinë e Drejtësisë.
Ishte presioni studentëve kundrejt Ramiz Alis, apo Ramiz Alia e kishte menduar diçka tillë? Përpara se studentët kërkonin takimet e. Retrospektivisht ka gjithë farlloj tezash në këtë Shqipërinë tonë. Në këtë Shqipërinë tonë, domethënë që është kamufluar me konspiracion, ka gjithë farlloj tezash. Lëvizja studentore ka qenë një prej lëvizjeve më të pastra dhe më të bardha që kanë bërë shqiptarët në herë në historinë e zhvillimeve të veta. S'mund të hyj në jam pjesë e historisë, domethënë, por kjo ka qenë një prej lëvizjeve më të pamanipuluara në histori. Nëse është manipuluar më vonë dhe është kamufluar dhe janë inspiruar njerëz jo të vërtetë, nuk është pjesë e lëvizjes studentore. Ajo është pjesë që ka qenë e bardhë, ka qenë krejtësisht me koshiencë të plotë të qindra mijëra studentëve për mbysë regjimin. Më vonë ne i dhuruam Shqipërisë ditëlindjen e pluralizmit, që është dita e sotme, domethënë nata 11 dhjetorit dhe dita e 12 dhjetorit kur shpallet Partia Demokratike, partia e parë opozitare pas 46 vitesh diktaturë. Më pas ne kemi të njohura domethënë në raste që Ramiz Alia pas ka pas sa parti në xhep që i nxjerrën në treg, por nuk është ndoshta edhe momenti i besoni Katovicës? Unë jo ekzistencën si fshat Katovicës, flas platformës. Katovica nuk është ngjarje që kam prodhuar unë apo ti apo besimi i saj. Në Shqipëri me humor thash jo fshati Katovicës, platformës politike. Ajo ka pas prezencë të vet. Dhe në rastet veçanta kur shef gjendjen e pronave për ndjekur politik, të zhvillimeve herë kaotike, herë të qarta, herë kështu, mund të ketë pas ndërhyrje dhe pjesë, por mund ta them që me bindje ekstremisht pozitive, që unë jam relativist në formimin tim, por them që lëvizja studentore ka qenë lëvizje krejtësisht e bardhë, e pastër, pastaj pluralizmi politik nuk e ka udhëhequr Partia Demokratike, kanë qenë 10 parti. Them që dolën 2-3 parti në janar, themeluar më parë dhe u hodhën treg. Ishte i gatshëm pluralizmi politik, pavarësisht domosdoshmë që ju dojë në duhur lëvizja studentore. Ne kemi edhe pjesë të pluralizmit politik të lëvizjes studentore që ishin pjesë organizatave të rinisë që sot drejtojnë themelet e shtetit. Po. Zotë Ahmetaj, ju botuat një opinion në shtypin e ditës rreth 3-4 ditë më parë te Gazeta Panorama, por u shpërnda dhe në media tjera sociale. Ju hidhni 3 teza në fund të shkrimit, duhet të ndalem tek të treja. I pari që duhet të reflektoj shpejt është Edi Rama, i stërnjohur për refleksionet e tij, të tij duhet ta shkundin nëse ai nuk gjegjet. Çfarë doni thoni me këtë? Edi Rama është një nga publicistët më të mirë marrë shqiptar. Domethënë duhet ja i njohur që pas 90-s. Një publicist i nivelit lartë. Ndërton fjalime të cilësisë lartë. Ka një stoicizëm në pritje të realizimit objektivave të vetë të llojit, domethënë që arriti të bëhet kryeminist kurse mendon të kërkosh. Në Shqipëri, para zgjedhjeve të vitit të fundit, quhej një gomarllëk special, se thonë që krahasonin me Sali Berisha. Si mund të krahasohet heqja e Sali Berisha nga pushteti dhe ardhja e Edi Ramës në pushtet. Por ka disa veti të cilat ai i realizon dhe i ka realizuar. Në është kryeminist i Republikës Shqipërisë. Po. Në një plan, do ta krahasoja që din të shkojë tek vendi, s'din të qeverisë. Ka 3 ose 5 muaj, se me 23 qershor Edi Rama ka ardhur në pushtet, është totalisht i paqartë në çdo të bëjë. I ka shtritur tentakulat në goditje, por jo në qartësi për të zhvilluar. Dhe se ka nisur me këmbën e mbarë, thonë. Se ka nisur akoma. Unë shoh që nga 23 qershor deri sot që po flasim në këtë studio, ai s'ka asnjë gjë të qartë. Dhe po merret me gjën më të keqe e më të mundshme me gabimet e Saliut. Gabimet e Saliut kanë qenë të tilla saqë ta hedhën në një opozitë thellë. Dhe mbaruan me një, por ai nuk e dia do të ketë fuqinë me reflektuar. Unë në një prej thirrjeve e parë që të reflektoj që t'i hapnin dritë jeshile Shqipërisë dhe zhvillimit të këtij vendi, i cili pret ka qindra mijëra votues që e shohin Edi Ramën si diell, si yll, që ja kanë dhënë votën për të reflektuar në zhvillimin e vet. Nuk shohin asnjë, kam takuar me 10 të majt ekstrem, të majt të qendrës, të majt që janë djemt fëmijët e Edi Ramës, domethënë ekipi i bashkisë, të cilët nuk janë absolutisht të sigurt, nuk shohin asnjë lloj rreze drite tek qeverisja e tij.
Kjo është pjesa e parë që i them, duhet reflektojë sepse ka marrë një përgjegjësi shumë të lartë. Erdhën në pushtet, por ka marrë një përgjegjësi që të drejtojë Shqipërinë, ta nxjerrë nga situata në cilën gjendet. E dyta që unë përmend aty është kemi një opozitë apatike. Opozita duhet çohet nga gjumi ose të zhbëhet dhe të rinisë veten e saj nga fillimi. Po, unë jam dëshmitar i ringritjes së opozitës në vitin 1997. Viti më i keq i marrë shqiptarëve, të paktën në këto 100 vjet e qenies si shtet, qenies si shteti i njohur nga bota. Dhe kemi ringritur me një guzim, me një kurajo, me një vetmohim, gati në sakrifisë për jetën, por ama me një lloj dëshire ekstreme për të bërë veprime të mira që po spati opozitë s'ka qeverisje. Ka qenë kushiencë qytetare, jo thjesht për të bërë Partinë Demokratike. Partia Demokratike është një forcë politike që i kontribon zhvillimit të pluralizmit. Por mungesa e opozitës është një reminiscencë e diktaturës. Sot kemi një apati të opozitës. Duhet ta pranojmë, ajo po pret ç'po ndodh. Po pret të heqin gjithë njerëz nga puna e Edi Rama që shtohet numri në anën tjetër. Kjo është një lloj mënyre të parë të gjërave si në vitin 46 në Shqipërinë kur thoshin do vinë anglo-amerikanë. Ju e njihni Partinë Demokratike nga brenda. Ku duhet bëj kujdes zoti Basha dhe cila është forma apo mënyra në gjykimin tuaj që Partia Demokratike mas 4 vjetësh të vijë sërish në pushtet? Rikthimi në pushtet është tjetër gjë. Pasja e opozitës fortë dhe konstruktive në mënyrë që mos lejë qeverisjen për më gabuar në mënyrë të përsëritur, siç po ndodh, i marrin të dy aspektet. Është kjo që u intereson gjithë shtetasve shqiptarë, banorëve të këtij vendi, domethënë që s'kanë votuar për mazhorancën, por duan një jetë mirë, duan një jetë normale, duan një jetë pa sakrigje. Unë shoh që në pamjen grafike, në pamjen kështu vizuale, ka filluar një proces për ngritjen, për rizgjedhjen në Partinë Demokratike. Të shpresojmë që do ta ketë atë oazën e madhe të përfshirjes të gjitha grupeve të interesit që Partia Demokratike është përpjekur t'i përfaqësojë, por realisht domosdoshmë her pas here nuk ka mundur t'i përfaqësojë. Ajo mbështetet nga idealistët që e kanë themeluar, të cilët duhet ta kenë vendin e vet në Partinë Demokratike. Ajo ka një mbështetje të fortë nga ish përndjekut politik dhe mund të jetë një rrjedhje 5-6% që janë pezmatuar, por s'bën kurrë me Partinë Socialiste. Janë pezmatuar në kuptimin e asaj, domethënë nuk mund të bëhen pjesë integrale e Partisë Demokratike, por nuk bëhen kurrë pjesë e mazhorancës së sotshme. Janë ish-pronarë të cilët domethënë në një farë mënyrë gjatë këtyre viteve kanë hequr një kalvar, kanë shkuar herë në një gjykatë, herë në një marrëdhënie jo të drejtë kthimit të pronave, herë në disa institucione skeletike të cilat s'kanë mujt me dhënë përgjigje drejt për drejt për pronën apo për diçka tjetër, dhe janë këto shtresa të cilat duhet të gjejnë veten në sintezë të Partisë Demokratike. Janë edhe grup moshat. Ka mosha 80 vjeçare që mendojnë progresivisht për Shqipërinë. Se nuk ka shumë lidhje të jesh i ri e të jesh demokrat, ose të jesh i ri e të jesh perëndimor. Po patë një bot kuptim perëndimor, ata e ke edhe në moshën e 100 vjeçare. Mandela vdiq në moshën 95 vjeçare me perëndimor se çdo perëndimor që jeton sot edhe në Suedi, në vendin më vital të Evropës perëndimore, po themi ne. Sepse në gjakun e tij rridhet një gjak i lirë. Një gjak njerëzish domethënë që nuk durojnë fenomenet e padrejtësive, fenomenet e diktaturave të cilat për fat keq domethënë në Shqipërinë tonë trashëgohen tek brez mas brez dhe kanë një mentalitet që shfaqet me reminiscenca shumë të rrezikshme. Për shembull, po të përmendim atë rastin kur në Shqipëri në 29 nëntor u shfaq portreti i Enver Hoxhës. Për mua nuk përben ndonjë problem, derisa në koalicionin qeverisës ka 2-3 parti komuniste të cilët e kanë për lider, që kishte edhe me protokoll. E kanë lider historik, siç grupimi dhjetor 90 për shembull e ka emblem Azem Hajdarin, Partia e Punës Shqipërisë e ka emblem Enver Hoxhën. Dhe ishte as pak e çuditshme prezenca e portretit e Enver Hoxhës aty. Bartja e mentalitetit të udhëheqësve është problem shumë i madh. Dhe këtë mentalitet për fat keq domethënë bartin udhëheqësit politik të Shqipërisë, udhëheqësit
ekzekutiv të Shqipërisë. Dhe një çështje e fundit se i përket shkrimit, nuk po them jashtë, por po them radikal kundrejt lëvizjes socialiste për integrim. LSI-ja si forcë politike duhet shuhet, është ajo që me paratë e buxhetit shtetit e ka shndruar votën mall që kushton 10 deri në 13 litra raki skrapari. Kjo është figuracion, por fakti që lëvizja socialiste për integrim ka 16 doli nga zgjedhjet, por dy u bashkuan rrugës 18 dhe zoti Braun nga listat e PS-s, janë mandate biznesi. Nuk janë mandate të reale të votave që besojnë të një program i caktuar një forcë politike e cila merr përsipër të zhvillojë një qartësisht një opcion të ekonomisë. Thot zoti Meta, një forcë e cila në taban të saj ka integrimin e vendit Bashkimin Evropian. Emrin e ka ashu. Po. Por realiteti është domethënë që zoti Meta ka qenë një prej njerëzve më të akuzuar për korrupsion në Shqipëri, i videokameramuar, njëri domethënë që është sot kryetari i kuvendit, është progresist, flet për lëvizjen studentore, flet për integrimin e Shqipërisë në Europë, flet për një lloj tolerance në parlament në mënyrë që veja kulibet me disë... Se nuk e ka dëshmuar diçka të tillë LSI-ja, si forcë politike vetë? I ka dëshmuar me një demokragji të klasit lartë. Por, realisht, është një pengesë për Partinë Socialiste për të realizuar programin e vetë, është një pengesë për Partinë Demokratike për të bërë opozit, është një pengesë për Shqipërinë që të arrijë standarde për veten e vetë, që të jetë një vend që prosperon, të luftoj me çdo lloj mënyre dhe mjeti korrupsionin, dhe të bëjë demokragji për luftën kundër korrupsionit, që të zhvillojë vetëm të thithë investime të huaja në një vend që ka resurse, që ka potenciale, por që ka dogmën e madhe të korrupsionit, të gjitha kampeve, të themi të drejtësisë, të sistemit të administratës dhe të sistemeve tjera. Unë kam vënë re domethënë që ka tash një kërkesë lartë për të pas statistika, për të fut njerëz në burg ose për të bërë procese gjyqësore, dhe shoh që shumica prej këtyre që shkojnë janë specialistë të thjesht, njerëz që kanë marrë urdhra për të kryer një veprim nominal. Akuza që i bëhet zotit Imami, nëse rezulton e vërtet në prokurori, është një akuzë e vërtet, por kur bëhet nga një ministër është aq politike dhe aq e pamoralshme saqë vjen në ndesh me gjitha parimet e një demokracie normale. Kur një ministër s'mund të akuzojë një ministër paraardhës për korrupsion, sepse ka organe të tjera, ka audit, ka kontroll të lartë shtetit, ka prokurori, sa kjo quhet pastaj krejt loj fjalësh, një hakmarrje e vendit punës që në vendin tim të punës fillon me nivelin 0, demokracia fillon ditën e parë që fillojnë në punë dhe ti je kundërshtari im politik dhe kaq. Zoti Meta ju shprehet kritik ndaj shumë liderëve politik, jo vetëm të ditëve të sotme, por në mënyrë të vazhdueshme nga 90-ta dhe deri sot. Më pyesin qytetarët pse ky grupim, pra grupimi dhjetor 19 që drejtohet nga ju, kujtohet dhe pretendon faktorizohet vetëm datën 8 dhjetor, ndërkohë që bie në letargji gjatë kohës tjetër. Ne nuk bim letargjin. Ne kemi qenë një oponencë e brendshme e forcës politike të cilës në shumicë kemi përkitur dhe personalisht unë jam antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike që në vitin 95 dhe deri tani. Dhe vazhdoj të jem antar i Këshillit Kombëtar. E kam bërë këtë oponencë në çdo rast të mundësi që më është dhënë kur kemi pas mbledhje, për fat keq vite kemi që s'bëjmë shumë mbledhje në Partinë Demokratike, kam qenë oponent në shtyp sa herë më është dhënë mundësia, kam qenë oponent në gjitha llojet e organizimeve që bëhen, por ky 8 dhjetor është 8 dhjetor që thret, është një shkrim i imi, thret për reflektim, jo për mua personalisht. Unë për fat të mirë, domethënë jam doktor i shkencave ekonomike, jap mësim dhe siguroj të ardhura për familjen time, për fëmijët e mi, në mënyrë barazvleshme me një punë që mund ta kryej kushdo në shtet, sepse gjithë veprimtarinë time në jetë e kam vendosur mbi djersën time dhe mbi mendjet e mia, jo mbi atributet tjera që t'i krijojnë privilegjet e shtetit. Por shoh që jemi të rrezikuar nga një mazhorancë ekstreme, e cila mund të marrë vendime për ngushtimin e lirive tona.
Dhe kjo është një arsye e fortë. Cilat janë arsyet që ju bëjnë të besoni se mund të merren vendime që do ngushtojnë dhe liritë e qytetarëve? Sepse shitblerja e votës është ndruar në një biznes shumë thjesht. Deputet që është votuar me 20.000 votues për bindet e tij të majta mund të kalojë tek e djathta dhe anasierta. Dhe në pritje janë edhe 4 deri në 5 deputet të votuar me vota ekstremisht djathta. Keni informacione për këtë? Po janë informacione, janë vizita e zotit, domethënë ishte një inicimi i një pjesë të lëvizjes studentore të Partisë për Integrim dhe Unitet. Po ju pse nuk ishit ftuar? Po sepse unë zakonisht aktivitetet për lëvizje studentore i filloj në qytet studenti, aty ku është zemra e lëvizjes studentore, aty ku nis liria, aty ku ka fol Azem Hajdari për herë të parë, aty ku është foltorja më e hapur që ka ndodhur ndonjëherë në historinë e këtij vendi. Dhe nuk mund të filloj në për hotele mondane. Gjithmonë kam bërë një pritje në Hotel Tirana, por kam bërë në darkë. Pasi kemi bërë një vizitë në qytetin studenti, tash për fat mirë të atje e nderon atë qytet dhe përmendorja e Zemajdarit, dhe nuk mund të kalonim pa vend një tuf lule ose një lule tek përmendorja atij që i priu lirisë. I priu lëvizjes studentore. Dhe kisha si të jemi ftuar unë në një takim dreke në për koncerte ose në për takime hotelesh. Ju nisët flisën dhe unë ndërpreva, po si e vlerësoni faktin e pjesëmarrjes të zotit Rama, kryeministrit të vendit, por edhe të Mesila Dozës, deputeti e Partisë Demokratike në të njëjtin aktivitet? Zoti Rama ka qenë i ftuar, zota Mesila ka qenë i ftuar. Zota Mesila ka zgjedhur të shkojë tek Hotel Tirana, jo të vinë në qytet student, veni lule tek Azem Hajdari, letën gjë ka zgjedhur zoti Rama. Një pyetje të fundit se i përket pyetjeve që goxha interes, për që janë sinqert nga qytetarët. Sa jeni të përfaqësuar në Parlamentin Shqiptar nga 300 firmtarët e vitit 90? Pak se kam bërë të statistikë, domethënë po pak, po ka pas përfaqësim her pas here, por jo stoik, jo të qëndrueshëm. Kjo edhe për shkak se kam përshtypjen unë, domethënë ndoshta edhe jam gabim që idealistët kanë një bark që nuk mban dot ligësitë e zhvillimeve negative që ndodhen në politikën shqiptare her pas here. Domethënë janë shumë më tepër të lidhur me idenë, me idealet dhe shumë më pak të ngarkuar me pjesën materiale. Ne sot e shohim Shqipërinë për fat keq, unë e shoh, që është materializuar deri në 1 lek. Domethënë është dollarizuar ose është lekizuar deri në nivelin që nuk të shef kush në sy, nuk shohin ose në xhep ose në këmbë. Dhe kjo për mua dhe për një pjesë të mirë të atyre që rrinë me mua, që bashkëpunojnë me mua për grupimin dhjetor 90 dhe për idealizmin e çështjeve tona shqiptare kombëtare, është shumë larg qenurit normal. Të gjithë njerëzit kanë nevojë për të plotësuar nevojat imediate, nevojat edhe pak më shumë se imediate, edhe luksin, por jo duke i bazuar të gjitha tek ekonomia që realizohet përmes jo rrugëve normale. Kjo ndoshta është edhe një prej arsyeve që idealistët ose themeluesit e pluralizmit politik dhe një pjesë e tyre që kanë vazhduar të jenë stoik në këto qëndrime, nuk janë pjesë e parlamentit. Por kjo nuk do thotë domosdoshmë që kjo histori do të zgjat pafund. Për ta mbyllur, qeverisja aktuale drejtohet nga 2 parti të majta, siç është Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Cili do të jetë pozicionimi i grupimit dhjetor 90 në vijim, të paktën këto 4 vite? Oponencë e plot, do përpiqemi që të ndikohemi shumë në ringritjen e opozitës, domethënë tek qendra e opozitës është Partia Demokratike. Do të shohim domethënë që sa hapësirë dhe sa rreze do t'i hap kjo parti idealistëve. Pastaj, sigurisht, spektri i partive politike të djathta nuk është thjesht Partia Demokratike. Por ne besojmë dhe shpresojmë që Lulzim Basha në krye të Partisë Demokratike do të ndjek dillin e viteve 97 që ta ringrejë opozitën në një oponencë të fortë, në një oponencë të përditshme, jo për të rrëzuar mazhorancën, por për të vënë në dukje çdo lloj defekti që ajo shfaq, jo me format e konferencave të shtypit, jo me format e tavolinave luksoze dhe të paraqitjeve televizive të disa njerëzve, po me gjitha format që pranon demokracia. Dhe me gjithë njerëzit që demonstrojnë
kualitete në paraqitje. Edhe në Nuk mund ta shesh. luftojë korrupsionin Edhe në një shesh. njeri i cili gjatë 4-5 viteve ka kryer të njëjtën punë. Nuk mund të dalë në konferencë shtypje për ta mbrojtur një aferë për të sulmuar një aferë korruptive qeverisë, i cili për 4 ose 8 vite ka qenë pjesë e sulmeve të këtyre aferave. Duhet të jetë një njeri tjetër i cili nuk mund të gjendet asnjë rruzë në shtyllën e tij kurrizore që akuzohet për afera korruptive. Dhe ka me shumicë Partia Demokratike që nëse se ka ja afron grupimi dhjetor 90 paktën 500 veta të kualitetit lartë që kanë punuar në administrata në nivele të ndryshme, nivelet mesme dhe më poshtë, që kur si ka akuzuar kush qoftë edhe për një minimum korrupsioni gjatë veprimtarisë tyre në administratë shtetërore. Unë ju falenderoj kënaqësi që më kishën studio për herë të parë. Ju falenderoj edhe unë ju dhe gjithçka ku situaj. Faleminderit, isha me zotin Bislim Ahmetaj, nderuar miq, kryetar i grupimit dhjetor 90 Njerëzi, njëri prej 300 firmtarëve të pluralizmit politik shqiptar. Këtu përfundon intervista e mbrëmjes në UDV News, bashkë do të rishihemi në ora 0, deri atëherë mirupafshim.